Dobrodošli v ušte jedno izdanje na vaš pratеник. Емисија во која разговараме со пратениците за политиката и за животот. Со мене денеска во студиото е пратеникот Ријад Чачири. Добродојдовте во Собраниското студио. Мир се ерден на студио на Кувендет. Faleminderit për ftesën, kënaqësi që jam prezent. Дипломиран економист, доаѓате од царина, сега ве гледаме во пратеничките клупи. Имате вршено и други функции пред да дојдете во царина, но го спомнав само последното. И како решивте да влезете во политика? Вие доаѓате од едно семејство на политичари и вашиот татко беше пратеник, политичар, но од каде кај вас желбата да станете пратеник, да влезете во политика? Дали политиката ви интересираше кога бевте во средношколските денови? Faleminderit për pyetjen. Është fakt se unë rrjedh nga një familje ku babai im ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe realisht më duhet ta pranoj se unë jam rrit me politikën. Çdo herë më kanë interesuar proceset politike edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Ballkanin ku thjesht edhe ne si shtet gravitojmë. Sigurisht se politika është arti së mundshmës, ku me një forme edhe unë kam menduar dhe mendoj se çdo kush prej ne mund të kontribon që të leton jetën për qytetarët në vendin apo në territorin që përfaqëson. Sigurisht se unë para se të merrem me politikë, karrierën time si punëtor e kam filluar me 23 dhjetor në vitin 2002 në ndërmarrjen publike për çështjet banesore, që është e njohur si PUIK-SIZ, domethënë prej 2002-shit deri në 2008 kam funksionuar në atë ndërmarrje duke ushtruar disa detyra, kam qenë këshilltar i drejtorit general, kam qenë në referent për marrëdhëniet pronësore juridike, me kalimin në dogon kam qenë në pozicionin e kryeshefit të një seksioni në kuadër të dogonës, masandej kam qenë në ndihmës drejtor i një sektori, pas përfundimit të thuja periudhës kohore që kam qenë si ndihmës drejtor, kam punuar në një shërbim ku kemi kri auditimet në ndërmarrjet apo kompanit që gravitojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku kemi licencu kompani të ndryshme, kemi dhënë leje të ndryshme për procedurat doganore, për procedurat të thjeshtësuara doganore, për magazinat doganore, për importin, për ripërpunim dhe kryesisht në zonat e lira ekonomike dhe besoj se edhe atje kemi dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sigurisht edhe në lehtësimin e procedurave dhe në suportimin e kompanive për procedurat doganore. Mendoj se çdo kush kudo që të vepron dhe punon duhet të jetë në shërbim ose të operatorëve ekonomik ose në shërbim të qytetarëve. Вашето доаѓање во собранието донесе и додадена вредност за собранието. И сега, овие вредности вие кои денес ги имате, вие сте роден во Куманово. Дали овие вредности кои денес ги имате, дали тие вредности доаѓаат од семејството, од работното искуство? Што влијаеше на вас за да бидете изградени во човек каков што сте денеска и како тие вредности ги пренесувате во идните генерации? Ju përmendet se unë rrjedhi, domethënë dhe jam fëmiu i një ish politikani, ish profesori që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm si në edukimin edhe arsimimin e gjeneratave të asaj kohe, por sigurisht se ka kontribuar edhe në edukimin tonë si familje. Ne jemi 5 fëmijë nga babai dhe nona ime. Nga gjithë 5, domethënë di kemi ngel këtu, 3 janë domethënë në botën perëndimore, 2 motra i kam që jetojnë, njëra jeton në Zvicër, njëra në Gjermani, vllau që është pas meje jeton në Gjermani me punë, edhe motra që është pas vllaut është këtu në Maqedoni. Sigurisht se deviza jetësore e një familje është që të krijon një familje të shëndosh, të krijon një edukim sa më të mirë për fëmijët dhe gjeneratën që le pas. Dhe këtë punë unë besoj se prindrit e tonë kanë arritur të na
imponojnë me një forme dhe të na tregojnë se është imperativ edhe i momentit edhe i kohës që ne duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi korrekt ndaj gjithë shkajt që na ofrohet apo na servohet gjatë jetës. Për mu kjo detyrë sot është vetëm një obligim për të shërbyer qytetarët, apo thjesht një ndrrim i vendit punës nga atje ku kam qenë këtu ku jam. Nuk kam ndryshuar dhe nuk ndryshoj asnjëherë, as në qasjen time, as në sjelljen time, as në veprimet e mia, si në politikë, si në jetën e përditshme. I da li site ovje iskustva, profesionalni no i privatni, vi pomagat pri vašата работа ovdje v Собранието во svojstvo na pratën? Sigurisht se mu jeta më ka kalit që t'jem, domethënë, në përcjellje të gjitha proceseve, sepse institucionet që i kam frekuentuar apo që kam punuar, atje kam pas një angazhim të jashtëzakonshëm dhe kam qenë në përcjellje të gjitha thuja ligjeve apo ndryshimeve që janë domethënë në ato ligje. Dhe kryesisht procedurët këtu pak në fillim me kam pas thuja ndoshta një hamendje apo një vështirësi të vogël për sa i përket procedurave se si fillojnë dhe prej ku fillojnë, po masandej pas një muaj, domethënë besoj se u etablum në punimet e kuvendit. Unë mendoj se institucionet paraprake kanë kontribuar që unë t'jem domethënë në përcjellje të gjithë shkajt dhe t'jem domethënë ai që mund të kontribuoj edhe në procesin e legjislacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sepse thjesht poshtë lart domethënë procedurat edhe njohuritë e përgjithshme për rrethonat edhe politike, edhe ekonomike, edhe zhvillimore i kam të njohura. Член сте на неколку комисии и други делегации. Што најповеќе дискутирате при вашата работа во тие комисии, во тие делегации, за што најповеќе се залагате? Kryesisht detyra e një deputeti është që të merr pjesë në trupat e kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Disa janë antar, disa mund të jenë domethënë mos të jenë edhe antar, po e drejta domethënë e rregullore së punës mundson që deputeti të jep kontributin e vet në çdo trup punës, në çdo komision. Unë kryesisht fokus të veçantë kam pasur dhe kam Komisionin për Financa dhe Buxhet, sepse konsideroj se përmes këtij komisioni mund të suportohet edhe të ndihmohet në drejtim të asaj që të lehtësojmë mundësinë për një jetë më të mirë për gjithë qytetarët, të krijojmë kushte më të mira infrastrukturore, edhe në aspektin e infrastrukturës, por edhe në aspektin e përgjithshëm social dhe shoqëror në këtë shoqëri. Gjithsesi, çdo trup punues në këtë kuvend ka rëndësinë dhe theksin e veçantë dhe çdo kush që ka obligimin e vet të jetë pjesë e atij trupi punues, çdo deputet duhet të jep maksimumin dhe të angazhohet në maksimum që të jep kontributin e vet në formën apo në mundësinë e vet. Петок е определен за ден кога пратениците се среќаваат со граѓаните, со гласачите. Верувам дека со нив се среќавате и во текот на неделата. Што најповеќе бараат од вас во тие средби? Kryesisht nga natyra jam tip që jam i hapur për takime. Unë jo vetëm ditëve të premte, por edhe gjatë ditëve të javës jam në takime dhe në komunikim të vazhdueshëm me antarësinë dhe votuesit, sidomos me pjesën e zonës D. Kërkesat e votuesve apo qytetarëve janë të natyrës jetike, kryesisht të problemeve infrastrukturore, problemeve të cilat janë ballafaquar gjatë ditëve të përditshme në jetën e tyre. Dihet mirëfilli se zonat caktuar tonat kanë qenë domethënë të lënuna pasdore. Dhe në shekullin 21 duhet të flasmi për kanalizime, duhet të flasmi për infrastrukturë, duhet të flasmi për intervenime në për institucione të ndryshme ku është obligimi çdo institucioni që të krijë shërbimet për qytetarët, se fundja domethënë çdo institucion është në shërbim të qytetarëve dhe duhet të jetë në shërbim qytetarëve. Kemi kërkesa të natyrave të ndryshme, kemi kërkesa edhe të shërbimeve të mundësisë apo të lehtësimit të shërbimeve mjekësore, të natyrave të ndryshme,
sqarimit të procedurave, problemeve të shtetësisë, problemeve të pasaportave, problemeve të mungesës së mjeteve financiare në fondet komunale, gjithandej. Кога би сакале да бидете запаметени за една работа на крајот на вашиот мандат, една работа која би била белег на вашето работење, која би била таа? Shif, ne gjatë detyrës tonë, angazhimit tonë, kemi qenë, domethënë, dhe jemi në shërbim të qytetarëve. Për mua satisfaksion më i madh është kur kemi arritur, kam pas disa raste ku në mesin e tyre do t'i kisha dashur t'i theksoj 2 raste, ku kemi arritur të sigurojmë mjete financiare për shërim të 2 pacientëve, njënin të moshës, domethënë, 9 muj ka qenë dhe një ka qenë një pacient i moshës diku 37-8 vjetë, që kemi mundësu një shërim jashtë vendit. Kryesisht kam qenë unë ai udhërëfisja apo suporti që kam ndihmuar në këtë drejtim që të përshpejtohet procedura dhe të lehtësohet procedura për pacientët në fjalë, dhe më gëzon fakti që ato 2 pacientë sot janë shëndoshë mirë, dhe për mua kjo ka qenë një satisfaksion dhe është një satisfaksion domethënë personal. Sigurisht se në aspektin e infrastrukturës jemi munduar dhe vazhdojmë të mundohemi të kontribuojmë që të lëjmë ndonjë gjurmë në punën tonë. Kryesisht kontributi im në trupat punuese ka qenë dhe vazhdon të jetë, edhe në kuadër të kuvendit, por edhe në kuadër të trupave punuese vazhdon të jetë, domethënë, që të jem maksimalisht i fokusuar në drejtim të asaj që të shërbejmë qytetarët.